And it also shows that these pressures shape behavior long after elections end, and that democratic participation is increasingly constrained not by a lack of talent or ideas, but more by a price of admission. And so there's a couple of solutions, and we'll see that some of these map onto some of the recommendations that Albert will share later. So we need to reduce the cost of participation. There's no magic number for this. Every context will be different, but it feels like there needs to be a conversation in each of these sort of national contexts about what is the appropriate cost of participation. It's never going to be free. Money will always be involved in politics, but what is the right level for that to be? And so how do we make that financial hurdle sort of manageable, both at nomination, campaigning, and then staying in office? And we also need sort of greater transparency around political finance. That sort of the opaqueness of a lot of this really does contribute to the sort of costs rising and making it more difficult for people to engage. And then we kind of need to change those incentives around politics. You know, that increasingly creates this sort of financial risk of corruption. So looking at this sort of ties into a broader system around procurement, sort of conflicts of interest and things like that to avoid these sort of things. And this is the last bit I wanted to sort of share before we move on is metodologjitë që ne kemi përdorur është bazuar në hulumtimet dhe analizat kornizës ligjore dhe dokumente tjera përkatëse për Kosovën. Pastaj kemi zhvilluar intervista gjysmë të strukturuara me 15 kandidat për deputet, 10 prej tyre kanë qenë të zgjedhur suksesshëm dhe 5 të cilët kanë qenë kandidat. Kjo është një mosë shumë e vogël dhe nuk është përfaqësuese, por qëllimi ka qenë do të thotë që të marrim direkt prej kandidat, dhe është hera e parë që kandidatët kanë folur publikisht për shpenzimet dhe burimet e tyre të financimit në fushatë zgjedhore, që besojmë na jap një pasqyrë pak më të përgjithshme se si zhvillohet fushata. Pas saj kemi organizuar 2 fokus grupe, njëri me kandidat dhe përfaqësues partive politike dhe me ekspert dhe gazetar të cilët janë marrë me fushatën zgjedhore për t'i validuar në mënyrë gjetje të cilat kanë qenë prej këtij studimi. Sa i përket rekrutimit, në lëvizjen vetëvendose kandidatët do të na kanë thënë që është marrë parasysh aspekti gjeografik i përfaqësimit dhe ndikimi që këta persona kanë në zonat prej nga vinë. Pastaj ka qenë aftësia polarizuese e kandidatëve në kuptimin e përfaqësimit të temave qendrore politike dhe ballafaqimit me rivalet politik. Pastaj aktivistë të hershëm që vinë prej strukturave të hershme të lëvizjes vetëvendosje dhe ata që kanë pasur një pushtet ekzekutiv, kanë pasur përparësi në lista dhe renditjen të cilën subjekti politik e ka bërë. Afërsia me liderin edhe me strukturat e partisë politike, një kriter tjetër i pashkruar, por që kandidatët e kanë ditë që kjo ka pas peshë në mënyrën se kush është vendosur në listë dhe pozicionin të cilën e kanë pasur. Dhe figura nga akademia dhe nga bota e showbizit, personat të cilët kanë përkrahas dhe mund të sjellin vota të reja në subjektin politik. Tek PDK na është thënë që ka qenë kriter të mos kenë aktakuza, të kenë një listë, paraqesin një listë të pasur dhe persona me integritet, të jenë profile publike dhe të profilizuara në fusha të caktuara. Këto e kemi parë ku janë disa individ të cilët vijnë prej profile të caktuara juridikut, sidomos nga fusha e saj, dhe mosha dhe kandidatët që nuk kanë pasur angazhime të mëhershme politike, që është një përpjekje për paraqitur reformat në parti dhe një ristrukturim. Pastaj historikën e kontributit për vendin dhe lidhet me luftën e OÇK-s, ka qenë diçka që PDK e ka pasur parasysh në hartimin e listës, dhe elemente gjeografike për përfaqësim jashtë rajonit Drenicës, për shkak se këta janë pasur një parti politike e cila ka një bazë aty dhe mundësia për të marrë votat jashtë këtij rajoni është pasur një kriter shtesë. Te Lidha Demokratike e Kosovës na është thënë që ka qenë synimi të ruajnë votën konservatore të LDK-s dhe janë vendosur figura të aktivistëve të hershëm të partisë politike, profile profesionale, kandidatë që kanë pasur ose kishin krijuar lidhje me Komitetin e Biznesit ose që tregojnë një kuptim për mënyrën se si zhvillohet ekonomia dhe ndërmarrësia, një përpjekje që LDK të duket edhe si një parti e fuqishme në aspektin ekonomik dhe reforma ekonomike që ata synojnë t'i bëjnë në rast të marrjes së pushtetit.
por edhe afërsia me lidershipin e partisë, t'jesh pjesë e rrjetit të ngushtë të liderit është konsideruar si një përparësi për renditjen në listën e LDK-s. Këto kanë qenë të 3 partitë kryesore të cilat i kemi analizuar. Në pyetjen se ku kanë shpenzuar më shumë ka qenë 3 fusha dominante dhe para ka pas të bëjë me takimet me qytetarë. Kosova ka një kulturë të kafës dhe shumë prej kandidatëve kanë thënë që një pjesë e madhe e shpenzimeve ju shkojnë në takime direkt me qytetarët, me votues të cilët duhet t'i takojnë personalisht. Pastaj prania dhe ndikimi digital, shpenzime në rrjetet sociale të cilat ata i kanë promovu, por duke përfshirë edhe portalet online ku ata kanë pasur shpenzime të marketingut. Dhe një fushë e tretë ka qenë stafi i fushatës, pothuajse shumë prej kandidatëve që kemi intervistuar kanë pasur shtabe të cilat janë përbërë prej ekspertëve të PR-it që kanë ndihmuar në fushatën e tyre zgjedhore, logjistike sidomos, transportit të cilën është dashur me ofru, por një veçantë ka qenë që kanë pasur edhe staf në ditën e zgjedhjeve. Persona të cilët kanë qenë komisioner, pavarësisht ata angazhohen prej partive politike, por kandidatët duke pasur një lloj të mosbesimit në procesin e numërimit rezultateve dhe nëse votat e tyre numërohen ashtu siç ka qenë vullneti i qytetarëve, janë munduar që të kenë edhe staf të tyre që e kanë ndiku ose kanë qenë afërt me ta në ditën e zgjedhjeve. Në takimet me qytetarë, kjo thotë ka qenë diçka e pothuajse pashmangshme, gati të gjithë kandidatët na kanë thënë që kanë pasur shpenzim të tillë. Transporti ka qenë një kosto shtesë e kandidatëve për shkak të udhëtimeve të mëdha. Kosova është një zonë zgjedhore dhe kandidatët synojnë të marrin vota prej gjitha komunave dhe kështu e kanë një kosto shtesë të transportit që të udhtojnë nga komuna në komunë për të takuar mbështetësit e tyre. Po ashtu kanë thënë që kanë marrur një pakoll pothuajse shumë prej media, kanë pasur oferta për kandidatët, një shumë standarde na është përmendur prej 5.000 euro që t'i mbulojnë aktivitetet e tyre gjatë fushatës zgjedhore. Dhe disa prej kandidatëve madje na kanë thënë që kanë paguar edhe analist politik, të cilët i shohim nëpër debate televizive në mbrëmje, që t'ju përmendin emrin e tyre gjatë debateve, në mënyrë që ata të promovohen dhe kështu të duken si persona të rëndësishëm dhe kjo thotë ju përmendin edhe numrin, ju tregojnë që X kandidati është shumë i mirë dhe ai është me numrin kaq në listë për ta promovuar si kandidat. Disa i kanë quajtur edhe si fyse këto oferta të cilat ju bëhen për shkak se është e padrejtë dhe ato kalojnë pa një kontroll as financiar dhe as të raportimit. Dhe shumë thotë prej shpenzimeve të cilat i kemi pa prej sa shpenzojnë thotë kandidatët, i kemi ndarë në 3 kategori, shpenzues ku janë disa kandidatë që kanë shpenzuar në 2.000 euro dhe asnjëherë prej këtyre kandidatëve nuk është zgjedhur. Dhe çfarë është e veçantë është që gjithë kanë pasur vetëm vetë financim, nuk kanë pasur burime të diversifikuara të hyrave të tyre. Pastaj shpenzues të moderuar ku kanë shpenzuar prej 2.500 deri në 7.909 kemi ardhen këtë shifër, ku nga 4 kandidatë 3 kanë fituar. Thotë këtu janë gjasat më të mëdha nëse shpenzohet mbi këtë shumë që të zgjedhen. Dhe shpenzues më të lartë mbi 8.000 euro, ku prej 8 kandidatëve 7 kanë arritur që të marrin ulsen e deputetit në legislaturën e kaluar. Totali shpenzimeve të 15 kandidatëve ka qenë rreth 140.000 euro, ku mesatarja për kandidat është 9.463, do thotë rreth 10.000 euro mesatarisht shpenzon secili kandidat. Por të zgjedhurit mesatarisht kanë shpenzuar rreth 12.150, kurse të pa zgjedhurit mesatarisht 4.090 euro. Një prag i suksesit, thotë kandidatët që kanë shpenzuar mbi 10.000 euro janë zgjuar që të gjithë. Thotë kjo është një garanci ose shtesë që nëse kemi mbledh këto parë për ta zhvilluar fushatën zgjedhore, gjasat janë më të mëdha, kurse 2 prej tyre kanë shpenzuar deri në 30.000 euro. Pragu i suksesit na del prej 5.000 deri në 7.000 për të marrë ulsen e deputetit. Në baza gjinore ka qenë interesant që gratë kanë qenë shpenzuese më të mëdha se sa burrat në zgjedhje, po kjo nuk do të thotë që ato kanë më shumë parë, përkundrazi ato duhet të shpenzojnë 2 fish më shumë në mënyrë që të arrijnë që të promovohen dhe të njeh publiku dhe kështu të rrisin gjasat
e tyre për ulësit të deputetës. Mesatarisht, burrat kanë shpenzuar rreth 6.000 euro, kurse gratë deri në 15.000 euro të më shumë më e lartë e cila ka qenë. Por suksesi i tyre ka qenë normalisht më i madh në morsën që ne kemi pas. Kost të shtesë tjetër është garderoba, na shton që burrat munden me një palë kostume dhe 2 kravata ta kryjnë fushatën zgjedhore, por që gratë në rast ato shkojnë me të njëjtën garderobë, ato mund të paragjykohen dhe kështu të bën pjesë e sulmeve në rrjetet sociale. Raportin i cili vjen në një moment bukur të rëndësishëm për shkak se jemi në një proces zgjedhor dhe po shoh që ka edhe media dhe është një temë aktuale e cila shpeshherë nuk është shumë e gjonën publik, mirë po është shumë prezente në diskutime të ngushta familja apo në mes shoqërisë e kështu me radhë. Koshta e politike në Kosovë është duke u rritur jashtëzakonisht shumë. Është duke u rritur fillimisht si barë për organizatat politike, në këtë rast partitë, por në veçanti për ata që dojnë me marrë një funksion publik, një ulse sikur ajo që është në kuvend apo në asamble komunale, mirë po edhe me marrë një mandat si kryetar komune. Unë jam, siç e dini, moti në organizim politik për e vritit 2007 kam funksion në parti dhe moj me një kohë kur do të të nena se lije kemi pas një kompjuter edhe unë si zëdhënës kam çu një kumtesën në mbrëmje, mëngjes e kem ditë kush cila media po vjen, pastaj kanë qenë disa aktivitete në komunave dhe me kaq është përfundu fushata. Trendet dhe ndikimi i rrjeteve sociale, e mediave sociale, ka bërë që forma ta mbyt përmbajtjen. Pra arsyeja pse është rrit financimi, kosteja e të qenit në udhëheqës si partisë, po të njëjtën kohë dhe të qenit kandidat apo kandidate, lidhet bukur shumë me formën, për shkak se kur kemi ndëgjuar ne për herë të parë për Alison Campbell si spin doctor, na u ka dukë shumë interesant se të shumë, kur më thekë dikush he is a spin doctor, çka po thot doktor, tash e kemi pas që secili prej nesh në garat tona synojmë që në një formë apo tjetër portretizojmë një aktivitet tonin personal dhe t'japim një peshë më të madhe duke bëhet spinin. Dhe kjo bëhet përmes formës, dhe kjo është profesion, është zanat, i cili është bukur i kushtueshëm. Sidomos në veçanti për financimin e subjekteve politike, si një çështje e cila edhe pas 26 viteve pas luftës ka mbetë një prej temave më të ndjeshme të skenës politike në Kosovë. Me qenë se jam grua dhe me qenë se një kohë të gjatë kam qenë në krye të institucionit i cili organizon zgjedhjet, kisha dashur që më shumë të fokusohem në pozitën e gruas në zgjedhje, pra edhe në politik e me theks të veçantë në financimin e fushatës zgjedhore dhe fuqinë e grave në politik. Sikur që e dini, gratë një kohë të gjatë kanë fitu ulse në parlament duke i u falenderuar kuotës gjinore, si një prej mekanizmave mbrojtës dhe mbështetës për gratë të cilat ia kanë mësyrë politikës dhe sidomos garës për ulse në parlament. Megjithatë, ka kohë që gratë kanë fituar ulse bazuar në votat të cilat i kanë fitu, e jo vetëm në kuotën gjinore. Por sa kanë pasur këto gra mbështetje tek subjektet respektive dhe sa ka qenë financimi i tyre i përkrahur në këtë rrugtim, është një çështje që mbetet për të diskutuar. Të gjithë jemi të vetëdijshëm sot se kosta e politikës në Kosovë është jashtëzakonisht e lartë, e sidomos duke marrë parasysh rrethanat ekonomike të Kosovës dhe situatën financiare të kandidatëve potencial. Viteve të fundit jemi ballafaquar me shifra të larta të paraqitura nga vetë subjektet politike kur flasim për fushatën zgjedhore. Kandidatët të cilët janë në garë duhet të jenë financiarisht shumë të qëndrueshëm ose në rastin
pastaj më të keq del se shpesh në parlament të hyjnë ata individ të cilët nëse nuk e kanë përkrahjen financiare nga subjektet e tyre, kanë përkrahje nga individ të fuqishëm, kompani të fuqishme me rjete të cilat pastaj prodhojnë një parlament me individ të cilët nuk e kanë merituar pozitën e tyre. Në gjithë këtë situatë, më së rëndi e kanë gratë, të cilat jo shpesh herë e kanë përkrahjen financiare të subjektit të cilit i përkasin dhe janë të detyruara që fondet për financim të sigurojnë nga donatorët eventual e që pastaj rezulton edhe me klientelizëm dhe parlament me interesa puro personale. Tema e financimit të partive politike ka qenë dhe do të mbetet një temë e nxehtë, po gjithsesi kostoja e politikës në Kosovë është e madhe, por fatkeqësisht këtë kosto e paguajnë qytetarët e Kosovës.